pa marrë për asysh para gjykimet që mund t'ja bëjmë në aspektin politik tyre kësaj marrëveshje trilaterale. Kosova përfiton nga kjo. Edhe Shqipënia përfiton nga Kosova, edhe Kroacia, të gjithë nga njëri tjetri. Pse përfitojmë? Shife, synimi i vendeve të rajonit dhe NATO-s, për shembull që ka bo A500, Adriatikun 5, ku tentojmë të jemi antarë, por kemi ende veto prej Bosnës. Partneritetit përpoq. Të gjitha këto janë tendencat. Falë buri dhe jo që Shqipënia edhe Kroacia janë antarët NATO-s nuk ka nevojë për ty. Krejt jam në rregull me ty. Po ka nevojë me të ofru dorën e bashkëpunimit. Krejt jam në rregull me dorën e bashkëpunimit si shtete mike. Bravo. Okej, jam dakord. Pra, gjitha këto nisma rajonale, siç është edhe kjo, Adriatiku 5, pastaj nivel më global është PFP-ja, kanë qëllimin me i fut shtetet në relata, në bashkëpunim, për me kriju kapacitete, për me e njoft gjuhën e komunikimit luftarak, operacional, njëra tjetrës, me i sfidu rreziqet që paraqiten në rajonin ku ato gravitojnë. Tani e kemi një marrëveshje trilaterale, me gjitha vendet e Jugosllavisë. Nuk i puno NATO Berisha. PFP-ja përfshin krejt vendet e botës kush dënë me panë në pjesë. Pastaj është NATO që është globale. Pra, Bashkimi Evropian tashti nga zhvillimet e reja dhe qëndrimet e reja të administratës Trump, po mendon 850 miliard mi fut me kriju me forcizu mbrojtjen e vetë mbrana Bashkimit Evropian. Kosova duhet mendoj se si forcat e veta të integrojnë këtë proces, këtë sistem mbrojtjes lokal. Të gjitha këto njëra tjetër në ndihmojnë. Zoti Berisha, me që je ushtarak karriere duhet me qenë majmotu në Senat. Nga, interpretimet politike. Nuk ka asnjë rol ushtarak kjo marrëveshje, Berisha. Asnjë rol ushtarak. Ka natën Kroacia dhe Shqipënia nuk mund me i me mbrojt Kosovën. Si e kam kupton atë. Je kam dëgjuar. Ti s'po dëgjon çapo tham, po po më dëgjoj. Çka po ki dëshirë me dëgjuar. Ti po ki me dëshirë me dëgjuar çka po don ti, po unë më ka thënë diçka që do ti pajtohesh. Pra, mund të bëni interpretim politik siç ja bën ti. Po ta ketë edhe atë konotacion. Por unë po them, kjo marrëveshje trilaterale e ka atë qëllim çfarë e theksova disa herë. Që në fundit do të çojë forcimi mbrojtjes të këtyre 3 vendeve dhe të tjera që do të gravitojnë tani. Neve po na ndihmojnë. Ndaj sfidave që mund të paraqiten në rajon. Sigurisht është fjala. Pse prej neve përfitojnë? Na kemi qendrën e ekselencës më të mirë në rajon. Qendrën e ekselencës. Dhe pretendohet me qenë shkollë nivel ndërkombëtar. Akademinë ushtarake po thotë. Ja, qendra ekselencës përfshin këto të kërkim shpëtimit e tjera. Ku janë, Zoti Berisha, ku i keni marrë ata ekspertë që s'pedisha unë? Kush? Që pas ki matë mirë? Dëgjëm edhe herë, çfarë po them. Po jo shumë mirë në dëgjoj. Qendra ekselencës e jo na shumë mirë dëgjoj. Pasha Zotin i mësu parulla politike. Jo, parulla. Sjell këtë parlament. Zoti Berisha. Jo parulla. Jo, parulla absolute. Unë të sfidoj kur dushën të shkojnë qendra ekselencës. Jo është certifikuar. Aty bin prej Shqipërisë shkollojnë, prej shumë shtete që kanë dëshirë. Jo vetëm Ukraina, po qendra e ekselencës, pjesëtarët e ekselencës, qendrës e ekselencës, sot janë në mision ushtarak në Kuvajt. Nuk ka interesant sa janë. Por rëndësishme që janë. Fatkeqësisht janë nën komandë. Po çka ka lidhje Zoti Berisha? Çka ka lidhje? Sipas studimeve të NATO, Zoti Berisha, Kosova mundet me bëni batalion të NATO-s deminim veç. Sa është vërtet? Edhe kur gjoma, sa është vërtet? O shumë e vërtet. Ka fol shumë pas Zoti Berisha me lexime që ke pas pak e vërtet Lili. Absolutisht. Absolutisht. Edhe marrë, më thon ti un jam një ndër 4 në planin. Çka ka lidhje kjo për forcat amazonase më thon ti është s'është vërtet. S'është vërtet? Nuk është vërtet. A lidh me 1 miliard. He. Zoti Berisha. Je ka fol me studim. Këtë që i vjetë studio pretendojnë me kone sfirët atë ndaj, Zoti Berisha po pasha të gjatë. Slasun që ekspert. Unë flasë si njëri që më kalu në proces. Nuk është mirë me folë me këtë gjuhë për forcat armatose atë Kosovës. Me cilën gjuhë? Me që gjuhë që ka folë ti. Se mund të bëj vesh një bataljon. Ti pe domton forse sigurisht. Ja, unë se në dëmtoj. Jo, me politik ti e domton. Absolutisht. Unë zboj politik. Unë i kom sy qelë, unë jam realist. Unë zboj politik. Jo, ti je politikan, jo unë. Jo, unë s'bëj politik, unë jam ushtarak. Ti s'bën ti politik. Po. Çka ke i kuvend? Batalion Gjenjës s'është e vërtetë. Çka ke i kuvend? S'është e vërtetë. Absolutisht batalion deminimit ekspertë NATO ka precizuar. Ti i minimizove forcat armatose të Kosovës me një batalion që i ka 150-300 vet. Po.
E së është të vërtet, pra. Jo, sa shtikot FSK janë një batalion. Ti nuk shkon, zoti Berisha atje ngon vetë. Jo, ti thesh. Dgjoj, unë jo fash. Mundet me gjuni batalion në natë. Ku dhe minim? Ja. Ti the, nuk tha që goni batalion FSK. Ja, Halil, është fush, Është me folë ashtu. Ke një fush minume. Ke një fush minume. Ajo se atim se se tutni. Jo, Me fol parulla të dy. unë s'bëj parulla. Foli të dy. Gjakun e kom kaltër, nëse kom kuq. Absolutisht. Bëj parulla.